e pabesueshme. Por e pabesueshme fare. 4 video dashurie dje për demokratët, për popullin opozitar, për aktivistët, militantët dhe për mbështetësit e dashamirësit, sidomos të Partisë Demokratike, dhe prapë përgjigja që marr prej tyre është kamasutrim i çdo pori të trupit tim dhe i çdo antari dhe familjari të shtëpisë time, të farefisit tim, listës dasmës, pragut shtëpisë, të gjallë dhe të vdekur, madje duke u marrë posaçërisht me çdo eshtër të vdekurve të fisit e gjakut e familjes time. Atëherë edhe një herë ju lutem më lejoni t'ju sqaroj. Unë jam Arjan Galdini. Unë jam i papunë. Po, jam i papunë. Pra nuk punoj në shtet, nuk punoj në administrat, nuk kam as një ofiq dhe as një post, as në shtet, as në administrat, as në nivel qendror dhe as në nivel lokal. Madje edhe kur ishte Partia Demokratike në pushtet, unë përsëri isha i papunë. Kur flasi papunë, kam parasysh për atë punën që ti e siguron nga pushteti i partisë, si përfitim, si benefit, si shpërblim, apo naturalisht edhe si shërbim, po duash, në kuptimin pozitiv, edhe si shpërblim për aktivitetin, qëndresën, apo kontributin në partinë përkatëse. Në 36 vite kam qenë kështu, i pa punë. Pra, as një vend pune, as tundës dere, as në administrat publike, as në administrat qendrore apo lokale, dhe në as një parti, as në PS dhe as në PD. Kjo është gjë e parë. Pra, i pa punë, i pa pushtet, i pa ofiq, i pa shpërblyer, i pa konsideruar, madje gjithmonë i trajtuar si i huaj. Të njëjtën gjë mund të themi edhe për pjesën tjetër të gjërave që e bëj një njeri bashkëpunëtor, shërbëtor, të përfshirë, të implikuar. Në 36 vite nuk kam asnjë shpërblim, asnjë bonus, asnjë përfitim të drejt për drejt, të fshet apo të tërthort nga asnjë parti politike. Asnjë. As e majt dhe as e djathtë, as në pushtet dhe as në opozit. Pra asnjë post, asnjë rol, asnjë ofiq, asnjë detyrë dhe asnjë që ndark nuk ka hyrë në jetën time nga ndonjë parti politike apo nga ndonjë strukturë shtetërore. Një lloj mund të them edhe për fondacionet e huaja. Asnjë donacion, asnjë financim, por asnjë nga asnjë strukturë vendase apo e huaj, bashki, qeveri, fondacioni Soros, fondacione tjera, asnjë që ndarë në 36 vite. Tani, të njëjtën gjë mund të them edhe për pjesën tjetër. Asnjë aktivitet biznesi, asnjë licencim ku ka ndonjë përfitim, fitim apo trajtim të privilegjuar apo të favorizuar ndaj meje. Në 36 vite. Pra as biznes, as punë, as fondacione, as fitime, as përfitime në 36 vite. Shkojmë pak më tutje. Asnjë OJF apo OJQ që është në emrin tim apo në emrat të afërmve apo të miqve apo të njohurve të mi, nuk ka fituar në 36 vite asnjë qindark nga asnjë donator, nga asnjë financues, nga kurkush, as vendas dhe as i huaj. Aq më pak nga qeveria, bashkia apo fondacioni Soros apo ndonjë fondacion tjetër. Dhe shkojmë prap pak më tutje.
asnjë startup, asnjë fond AZHBR-je, ÇKPR-je, DKR-je, asnjë leje ndërtimi, asgjë. Dhe jo vetëm për mua si Arjan Galdini, por në 36 vite, asnjë familjar i imi nuk ka përfituar asnjë qindark. Baba im, për aq sa jetoi, doli në reformë në vitin 1992, si ish ushtarak, dhe ka qenë që në rinin e tij të hershme, pra tek të 40-tat, i pa punë në shtetin shqiptar. Ish ushtarak, i pa punë nga vitin 1992 e deri në ditën që shkoi në botën e përtejme. Po ashtu mamaja ime prej vitit 1992 e pa punë në shtetin shqiptar. Motra ime e emigruar prej 97-ës, asnjë ditë në shtetin shqiptar, asnjë fitim, asnjë përfitim. Tani mund ma thoni, por e cila është forma dhe mënyra se si mua më pagua kanë këta? Socialistët, Sorosi, Rama, Veliaj, Balluku. Dhe unë jam i gatshëm, prap e bëj sfidën. Jam i gatshëm që të hap çdo numër llogarie, çdo veprim bankar. Jam i gatshëm të bëj transparente çdo veprim kadastrial, pronësor. Jam i gatshëm të kaloj në skrutinim dhe verifikim të çdo pasurie time dhe të familjarëve të mi. Që të ballafaqohemi, të gjejmë kush ka përfitime nga qeveria e Edi Ramës. Të ftoj Sali Berisha, Flamur Noka, Belind Këlliçi dhe gjithë juve drejtuesve të Partisë Demokratike ju ftoj. Ejani bëjmë një provë së bashku. Ju hapni llogaritë tuaja, ju hapni defterët, kadastrat, pronat, gjithçka tuaja dhe të familjarëve tuaja, dhe unë do hap fëmijat, dhe le ta shohim se kush ka bashkëpunim me Edi Ramën, me George Sorosin, me Belinda Ballukun dhe me Erion Veliaj. Hajde të verifikojmë të gjithë lejet e ndërtimit në Tiranë dhe kudo. Ejani të verifikojmë të gjithë aksionerët e çdo ndërtimi, kulle, resorti, kudo. Ejani të verifikojmë së bashku të gjitha, le t'i hapim të gjitha kartat, dhe nëse ju gjeni jo një provë, por një gërmës, por një mënyrë të caktuar shpërblimi apo përfitimi, po një mënyrë të caktuar se si mua më paguan Sorosi, apo PS-ja, apo Rama, se si mua më ka blerë shpirtin Sorosi, apo PS-ja, apo Rama, apo Veliaj, apo Balluku, apo ku diun çfarë u përshpërisni juve njerëzve të pafajshëm që nuk din çfarë shkruajnë, nuk din çfarë thonë. Atëherë unë ju premtoj që do bëhem ushtari juaj i bindur dhe do mbyll gojën përjetësisht, po ma gjeni një gërm. Pra unë nuk kam më ndërmend që të merrem me militantët që shkruajnë pa pushim dhe me profilet false që ju dërgoni të mshajnë pa pushim, të më mallkojnë pa pushim familjen dhe të dashurit e shtëpisë time dhe fisin dhe farefisin. Bëuni fisnik, bëuni të mirë, se unë dua që ne të gjejmë rrugët për me u bashku si opozitar. Prandaj dhe po ju drejtohem juve. Mblidhini militantët, mblidhini call centrat, mblidhini të gjithë sharësit, mallkuesit, dhe ejani të bëjmë transparentës së bashku. Ju me tuajat, unë me të mijat, madje juve keni deputet, keni grup parlamentar, keni antar komisionesh, keni fuqi institucionale,
Ju keni mundësi të merrni të gjitha letrat e mia, keni autorizimin tim publik, kërkoni hetimin, verifikimin e çdo letre, çdo kadastre, çdo familjarit të Arjan Galdinit. Ju e keni fuqi, unë jam qytetar i thjeshtë dhe s'kam asnjë fuqi. Nëse ju do të gjeni qoftë edhe një gërmës, ju lutem nxirreni, po nxirreni ti Sali Berisha, ti Flamur Noka, ti Belin Këlliçi, ju drejtues të LBD-s, jo me sharje dhe me komentues, mallkues dhe kamasutrues të përditshëm në rrjetet e mia sociale. Ju lutem, përgjigjuni ju vetë drejt për drejt. Përgjigjuni ju drejt për drejt. Ose më kontaktoni në telefon 068 40 60 131. Ky është mesazh dashurie, nuk është mesazh lufte. Faleminderit.